Me heshtje prej 1 minuti për nder të viktimave në Koçan dhe me miratimin e rendit ditor prej 3 pikave, në orën 12:05 para ndërtesës së LSM-s në të hapur filloi seanca publike e udhëheqësisë së zgjeruar. Kjo seancë është revolt për shkak të faktit që nuk u rrit paga minimale në 500 euro dhe për shkak se qeveria suspendoi Këshillin Ekonomik Social. Pika e parë, nuk mund të ketë për deputetët e të mos ketë për punëtorët, u shqyrtua dhe miratua para kuvendit. Ve mollam da doneseme odluka pratениците да бидат на минимална плата до наредното зголемување на минималната плата. Кој е за? Дали некој има против? Дали некој е воздржан? Pika e dytë, dora e shtruar nga punëtori sot, nesër mund të jetë grusht, u miratua para odës ekonomike në Maqedoni. Кој е за? Цела влада на минимална плата. Почитувани функционери, Сојузот на синдикатите на Македонија, органите и телата на синдикатите здружени во ССМ, ви донесоа одлука. Сите вие на минималец. Доколку не ја почитувате, возможен е генерален штрајк, а доколку не ги зголемите платите на работниците, возможни се протести. Për ndryshe të pranishmit në protestë kërkuan rritje të paprolonguar të pagës minimale për 6.000 denar në raport prej të tanishmove nga 24.400 denarove në 30.000 denar. Да запознаеме народот кои се нашите барања се достојна плата за работниците, најмалку 500 евра да се зголеми. Денеска протестираме затоа што работникот е ССМ. ССМ е работникот. ССМ не е ниту ВМРО-вски, ниту на СДС. Денеска за покачување на платите. Sindikalistët vlerësojnë se nënshkrimi i vendimit për harmonizim të pagës minimale është jo ligjor, pa pajtueshmëri të Këshillit Ekonomik Social, por edhe pa ndryshimin e ligjit dhe dispozitës, ku qëndron se pagën minimale duhet ta nënshkruajë Ministri për Punë dhe Politikë Sociale, diçka që nuk ekziston më në realitet. Ministri për Ekonomi dhe Punë, Besar Durmishi, thotë se nënshkrimi është ligjor, ndërsa vlerëson se secili ka të drejtë që të protestojë. Живееме во демократија, има право секој да излезе на улици да протестира, да укажа својот револт, но јас ќе кажувам пак дека синдикатите веќе им истекне мандатот и веќе не се репрезентативни. Одма кога ќе се определи кој синдикат ќе биде репрезентативност, јас одма ќе го свикам седницата на Економски и социјален совет и синдикатите треба таму да ги кажат своите барања, а не на улица. Nga LSM thanë se qeveria duhet të respektojë plotësisht marrëveshjet kolektive.